Edhe delegacion shqiptar I kryesuar nga zoti Bushati, Ervin Bushati, kreu I delegacionit shqiptar në delegacion permanent në Këshillin e Europës. Për gjithë ata, kjo ishte seanca e parë që u zhvillua mbas një vit e gjys ngrirje, pra një vit e gjys punimet janë zhvilluar thjesht përmes Zoomit dhe Skype-it për herë të parë, mbas një vit e gjysmi, deputetët ishin në prezencë në hemicikël të Këshillit të Europës. Për gjithë ata që kanë një informacion të pjesshëm se çfarë është Këshilli I Europës, ju kujtoj se është themeluar në 1947 dhe ka si qëllim që të arrijë në një unitet në mes të antarëve të tij. Organizata ka aktualisht 47 shtete antare me të drejtat plota në këtë këshill. Shqipëria ka aderuar në Këshillin e Europës në vitin 1995 me firmën e ministrit të jashtëm të asaj kohe, zotit Sereqi. Personalisht e kam ndjekur 20 vite rresht në punimet e kësaj organizate, duke qenë se kam qenë në korespondenti permanent I Shqipërisë pranë Këshillit të Europës. Është arsyeja që njoh të gjitha zyrat, korridoret dhe bodrumet e atij pallati. Gjithsesi, unë do të jem sot tashmë në këtë moment në një bisedë me antarin e delegacionit Arlind Çaçani. Them mi mbrëma në zoti Çaçani. Mbrëma, mirësoj gjeta. Okej, unë bëra një hyrje pak të gjatë për t'i futur njerëzit Po, ishte shumë e mirë. Okej, të falenderoj. Çfarë ishte saktësisht raporti I Asamblesë Parlamentare dhe si u votua ai ditën e hënë? Tani siç dihet nga të gjithë mbas zgjedhjeve, në ditën e zgjedhjeve para zgjedhjeve aty ka qenë rreth 20 reporter dhe ata duke qenë shumë korrekt në punën e tyre kanë marrë dhe kanë shohur gjithçka kanë dëgjuar dhe kanë konstatuar në ditën e votimit, por dhe gjatë fushatës. E rëndësishme e të gjitha këtyre ishin konkluzionet ku theksohej që Shqipëria kishte bërë një progres në organizimin e zgjedhjeve, kishte bërë një legjislacion më të mirë nga herët e kaluara dhe reforma zgjedhore kishte edhe në frytet e saj. Kjo na akuzoi gjithë dhe pavarësisht përkatësive politike, po kur vim dhe dëgjojmë fjalë të mira për vendin tonë, është jashtëzakonisht që ndihesh mirë. Tu kemi pas kontakte në të gjithë parlamentarët e vendeve që janë pjesë e Këshillit të Europës dhe ndihesh mirë kur dëgjojmë fjalë të mira për vendin tënd. Në fund, konkluzionet që u prezantuan dhe nga kryetari I grupit që përfaqësonte Shqipëri ishin konkluzione që ne kishim arritur të bënim progres në zgjedhje dhe ishte një raport në vlerësimin tim ndër më të mirët në këto 30 vjet. Zoti Çaçani, cilat ishin disa nga rezervat që parashtroi raporti për sa I përket procesit zgjedhor, si gjatë fushatës, qoftë edhe gjatë procesit 25 prillit? Siç e thash, ata janë korrekt me gjitha informacionet e marra dhe I kanë shkruar. Nuk rezerva me sa pash ka pasur disa konstatime që I bëjnë më shumë subjektet politike apo si temi militant, nuk ishte rezerva për pjesën më shumë ka qenë për pjesën e mbrojtjes ndaj Covidit, se sa për pjesën e tjera dhe kjo ishte e rëndësishme që konkluzioni ishte shumë pozitiv. Okej. Pra konstatime ka patur normal në gjitha edhe vetë parlamentarët tu e thanë që në çdo vend të botës, ne nuk themi që këto janë të përkryera, unë se pranoj që janë të përkryera. Raporti u ndal edhe tek gjua e ashpër e presidentit të Republikës. Çfarë u tha konkretisht për këtë? Si të gjithë, ne dhe këta kanë vënë re ndryrjen e presidentit gjatë fushatës dhe ditës së zgjedhjeve, si me deklaratat e tij, si me thirrjet e tij dhe normal nuk mund të kalonte pa u vënë re dhe nga reporterët që vëzhgonin zgjedhjet në Shqipëri. E kuptoj. Ndërkohë, Partia Demokratike ka thënë se në raport janë evidentuar, më ndiq me kujdes, të gjitha masakrat zgjedhore.
A gjende në raport fjalë të tilla që kanë lidhje me masakër me... Këto janë alibit që i ngre zoti Basha për të mbuluar humbje. E kuptoj. Tani është e qartë, rezultati ka dalë, është certifikuar nga organet përkatëse në Shqipëri, nuk mund të themi që s'ka patur episode apo njërën tjetërën, po ideja është që nuk kanë ndryrë, nuk kanë ndikuar në rezultat. Mund të ketë patur, nuk e përjashtojmë, dhe ka. Po nuk është, to nuk kanë evidentuar masakrë, fjala masakrë në raport nuk është shkruar gjykund. Një deputet polak ishte kryetari grupit monitorimit dhe i takonte partive të djathta PPS. A ndikoi fakti që ky kryetar ishte i djathtë raporti të kishte një lloj anësie të djathtë ose? Jo, as pak. Zotëria në fjalë ka qenë shumë korrekt dhe shumë i saktë dhe në prezantim dhe në qëndrimet e tij nuk ka pasur fare anësi politike. Dhe ne kemi ngelur të surprizuar sepse ai është vërtet pjesë e partive të djatha të PPS dhe dje ka dhënë një vlerësim maksimal. Dhe me fjalën e tij që mbylli në fund, tha që në të gjitha vendet e botës ka probleme të kësaj natyre, por e rëndësishme është që ka një progres. E kuptoj. Zoti Çaçani, cili ishte qëndrimi i delegacionit shqiptar në blok në seancën e ditës së hënë? Përveç se gëzimit ne patjetër që do miratonim me votën pro këtë raport dhe nuk ka patur në qëndrim të veçantë. E kuptoj. Zoti Çaçani, cila është agenda e punimeve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për sesionin e verës? Po ne sapo edhe Bilesa është për të bërë lajm, sapo kaluam një rezolut që e prezantoi dhe e sugjeroi zonja Gjermeni për të drejtën e grave në politik. Bilesa ka përfunduar votimi as 10 minuta. Është rezoluta e parë që bëhet për të pjesë në Këshillin e Evropës dhe prezantohet dhe sugjerohet nga një shqiptare. Çfarë përmbante konkretisht rezoluta? Po, rezoluta ka të bëjë me përfaqësimin e grave në politik. E kuptoj. Zoti Çaçani, si është sot klima politike brenda hemiciklit, kur them klima politike në raport me Shqipërinë e 2021-shit? Shikoj që në biseda dhe qëndrimi gjatë gjithë javës, ne jemi pothuaj gjithë ditën në pallat dhe kemi pas shumë kontakte me parlamentarë të vendet të ndryshme. Shikoj që ka një klimë, ka një qasje shumë të mirë me Shqipërinë, jo për vetëm raportin apo për organizimin e zgjedhjeve, po kanë të bëjnë shumë faktorë. Edhe për pjesën e hapjes së negociatave, këtu ka pas shumë diskutime mes kolegësh, jo në seancë, dhe të gjithë na janë, si mund ta themi në thonjza të keq ardhur, që ne po digjemi për shkak të një konflikti të dy shteteve të tjera dhe jo për fajin tonë. E kuptoj. Në fakt, ndryshe nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës nuk mund të bëjë ligje detyruese, por ka fuqi për të zbatuar marrëveshje ndërkombëtare. Thënë ndryshe, Këshilli i Evropës është, të themi, paradhoma përpara se vendet të hynë në familjen e madhe të Bashkimit Evropian. Këshilli i Evropës është filtri i parë, përpara së cilës kanë kaluar të gjitha shtetet përpara se të aderonin në Bashkimin Evropian. Këshilli i Evropës është gardiani i asaj që quhet demokracia e brendshme e gjithë secilit prej shteteve anëtare të Bashkimit Evropian përpara se këto të bëhen në të tilla. Është kjo arsyeja, mendoj unë, po ndoshta juve më ndihmoni në këtë analizë, që ka shumë rëndësi çdo qëndrim dhe çdo raport që del nga Këshilli i Evropës në lidhje me zhvillimet politike dhe në lidhje me demokracinë në vendin tonë, apo jo? Përfaqësia e shteteve në Këshillin e Evropës është në nivelet më të larta, duke qenë nga ish ministrat jashtëm, ish kryeministra,
Dhe normal që të gjithë këto deputet kanë ndikim në vendin e tyre për ta suportuar Shqipërinë për të arritur në atë që ne kërkojmë për hapjen e negociatave. Do kujtuar që këtu që nga delegacioni i Greqisë, që është zonja Papojanis apo gjithë me radhë, niveli është shumë i lartë dhe këto kanë ndikim në vendin apo qeveritë e tyre për të na ndihmuar dhe për të zgjidhur çështjet që ne të jemi sa më shpejt brenda familjes europiane. A ka në delegacionin shqiptar përfaqësues të opozitës? Përfaqësuesi i opozitës jam unë. Dakord. Por unë nuk mund të përbalt diçka që këtu u tha shumë qartë. Jo, unë përfaqësoj opozitën. Çfarë do t'i them? Duhet të deformoj fjalën që zotrin thanë këtu? Sakt. Përse unë duhet të dalë dhe t'i prish punë vendit tim me pa të drejtë, se po t'ishe drejtë, okej. E kuptoj. Gjithsesi juve mbajtët një fjalim në një fjalë tuajën? Unë jo, kam mbajtur kryetar delegacionit. Dakor. Me miratimin tonë kemi qenë të përbashkët. A kuptoj. Zoti Çaçani, unë ju falenderoj për informacionin që përcollet drejt për së drejtë. Në mos gaboj, jeni në sallën e punimeve të asamblesë. Po, jam në sallën, jam në hallin përpara dhe sa do ju në sallë. Ju falenderoj edhe një herë për informacionin që përcollet drejt për së drejti nga salla e hemiciklit në Pallatit të Këshillit të Evropës, atje ku ditën e hënë u diskutua në një seancë më vete, u morën me diskutimin e raportit të monitoruesve. Ishin 20 të tillë, të cilët ndoqën nga afër zgjedhjet e 25 prillit, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet kryesore. Nga raporti sikundër e përcolli dhe zoti Çaçani, duket se u pa një notë pozitive, një vlerësim pozitiv i Këshillit të Evropës, çka nuk para ka ndodhur për hir të vërtetës në zgjedhjet pararendse, për të mos folur pastaj për ngjarjet e mëdha të zgjedhjeve të 96-ës, të zhvillimeve dramatike që psoi Shqipëria në 97-ën ose më pas në trazirat e 98-ës. Unë kam qenë prezent në të gjitha këto zhvillime të asaj kohe. Dhe për hir të vërtetës ju them se më vinte turp që isha gazetari një vendi ku diskutoj në sallë me tone që thoja që është e pamundur që të flitej për vendin tim. Duket se gjërat ne sot jemi të gëzuar për këtë pjesë. Sakt, duket se gjërat kanë ndryshuar në 2021 dhe unë tashmë jam krenar që në atë sallë të Parlamentit të Këshillit të Evropës ku dikur Shqipëria e atyre viteve kryqëzohej nga Çeku, nga Ungarezi, nga Polaku apo nga Rumuni, tashmë flitet si një vend normal, si një vend që bën zgjedhje të pranueshme. Diçka të vogël. Jepi. Jemi përgëzuar dhe për pjesën e menaxhimit situatës së Covid, sepse këta kanë 2 ditë që janë hapur dhe ne kemi patur një situatë më të stabilizuar dhe për këtë ato ishin shumë të informuar dhe kemi marrë përgëzime. Çaçani, falenderoj fort për informacionin tua. Isha me Arlin Çaçanin, antar i delegacionit ton në Strasburg, me cilin e mbyll edhe këtë panel, me cilin mbyll edhe emisionin për sot. Ju kujtoj, bëni kujdes. Përvëlia vjen ose vazhdon nesër dhe pas nesër. Kur themi përvëli, i referohemi shifrave ndiku ke 20-21 gradë, si kundër e thonë sinoptikanët ta. Ishte gjithçka për sot. Shihemi nesër. Kalofshi qetë. Ky emision u mundësua nga GT5 Black, Farmanet Albania dhe Hako. What's going on?